kur isha 8 vjeç, kërkova diçka. Nuk e mbaj mend çfarë, por mbaj mend fytyrën e ngjyshes sime kur tha: "Mos kërko shumë, fëmijë." Ajo fjali u bë programi im I jetës për 10 vjet. Jo sepse gjyshja ime ishte e keqe, por sepse ajo vet ishte rritur me frikë. Frikë nga mungesa, frikë nga syri I keq, frikë nga çfarë do të thonë njerëzit nëse kërkon shumë. Dhe ajo frikë e saj, e gjyshes sime, e stërgjyshes sime, rambi mua si trashëgimi e padukshme. Besoja se kjo ishte modesti. Besoja se ky ishte karakteri im. Ishte frika e nënës sime, e veshur si identiteti im. Zbulimi erdhi pas shumë vitesh. Isha duke punuar me një mentor, dhe ai më pyeti: "Çfarë beson se ndodh nëse kërkon shumë?" Dhe pa menduar, u hodha. "Do të humbasësh gjithçka." U ndala. Nga ku erdhi kjo? Fillova të gërmoj, dhe gjeta atë fjali. Mos kërko shumë. Nuk ishte e imja. Ishte fjalia e saj, e transferuar me dashuri, por me dëm. Dhe pastaj kuptova diçka tronditse. Shumë nga karakteri im nuk ishte im. Ishin besimet e brezave para meje, të gjithë duke munduar ta bënin më të mirë, duke transferuar njëkohësisht frikën e tyre. Dua të pyes, cila fjali e fëmijërisë tënde është bërë programi yt sot? Ajo fjali, kush e tha, kur, me çfarë toni, ndoshta ende operon sot brenda teje, dhe nuk e ke zgjedhur, dhe nuk është e vërteta jote. Këtë I quaj liri e vërtet. Zgjidh ndryshe. Masterclassi I I Empower është ndërtuar për këtë. Linku është poshtë. Shkruaj fjalinë tënde në komente. Shihemi të premten.